Edhe ta mbaroj. Kush janë bankat? A kemi ne oligark që kanë blerë banka ose kanë aksione në banka? Pa tjetër. Po, a janë këta oligark prestanomet të politikanëve shumë të mëdhenj në Shqipëri? Pa tjetër. Pra bankat janë me pushteti. Nuk janë ka gjithë thjesht bankat. Dhe po t'i marrin bankat me radhë, unë s'po i përmend me emra, kush janë në këshillat e tyre mbikëqyrës, etj. Mjafton të jetosh rastin Santo, që unë e kam hetuar deri diku në mënyrë personale për të kuptuar çfarë ka ndodhur, se çfarë politike bëhet me bankat. Po mirë tani, a s'ka kufi ta marqalliku tyre? Janë mira prona, të marrësh ti për 2 milionë ca lekë vjetra, të marrë dikush një kredi nga halli për buk goje mbase. Dhe t'ja shesësh apartamentin Tiranë 70 metra katror me demek për 3.900.000 lekë vjetra, gjë e lanë atë dhe i lë 1 milion ca lekë në xhep atij dhe tallesh dhe i merr apartament.